Atëherë, pa unë për kohë, ne sot kemi një intervistë me kryetaren e Autoritetit Mediave Audiovizive, zonja Armela Krasniqi, e ardhur nga Tirana në Folk Shqip Show për të na treguar pak më shumë për punën e saj, misionin e saj, dhe të flasim pak edhe për bashkëpunimin ton dhe rubrikën Mëso Shqip në Folk Shqip. Pa unë për kohë, me duar trokitje, unë big up for Jonas Armela Krasniqi! Mirë se erdhët në Folk Shqip Show. Përshëndetje, faleminderit, është gjithmonë një kënaqësi, aq më tepër në shtëpinë e diasporës. Faleminderit dhe mirë se erdhe, dhe po duket që na morë edhe pushtetin, sepse e ke dhe paraqitjen, fizionominë dhe potencën kur flet. Ti e di Altin, unë gjithmonë ne dukemi të fortë kur kemi mysafir, por kur vjeti gjithmonë ne Jo, unë betem gjithmonë një gazetare. Më pëlqen. Kënaqësi që të kemi në Folk Shqip Show, zonja Krasniqi. Zonja Krasniqi. Mirë se erdhe në Folk Shqip Show, kënaqësi që të kemi dhe sot kemi dëshirë që t'i trajtojmë disa tema së bashku në lidhje me Autoritetin e Media Audiovizive dhe të paktën dua të falenderoj personalisht edhe për kontributin tuaj që i bëni gjuhës shqipe me rubrikën Mëso Shqip. Pra që është aktivizuar në shumë platformat ndryshme. Në fakt, Altin, ne këtë e nisëm duke patur atë sensibilitetin se çfarë po ndodhte me gjuhën shqipe gjatë transmetimeve audio dhe audiovizive në Shqipëri, le të themi, në Republikën e Shqipërisë. Dhe ishte një le të themi, nuk dua ta përdor termin shfrenim apo po le ta themi kështu, një përmbytje e gjuhës shqipe me fjalë të huaja. Kryesisht fjalë të huaja që vijnë nga gjuha angleze, por edhe gjuha italiane në fakt nuk mbetej pas. Prandaj menduam që le të japim atë kontributin ton sado të vogël, sado modest, si një institucion për t'i shërbyer gjuhës. Gjuha për gjithë ne është krenari, gjuha për gjithë ne është përkatësi, është ajo identiteti ynë kombëtar. Nuk e them se jam në shtëpinë e diasporës, por kështu e mendoj realisht. Ndaj e nisëm këtë rrugtim dhe besoj që nuk do ta ndalim. Për aq kohë të paktën sa të drejtoj këtë institucion, ky lloj nisme do të vijoj javë pas jave me gjethet e secilës javë. Shikoj gjithmonë aktiv platformat, website-in gjitha të Amas dhe unë jam i hapur për këtë rrugtim ti jem edhe unë pak a shumë kontribusi kësaj nisme tuaj. Në fakt, Altin, vërtet kur e nisëm, nuk besonim se do të kishte këtë lloj mbështetje. E nisëm pasi do t'ju tregoj një histori nga brenda institucionit. Aq shumë kishim probleme me gjuhën shqipe për shkak të zhargoneve, për shkak të folurës, sa nga titrat e televizioneve apo nga ato që i quajnë strisha, apo në fakt janë tituj, humbi edhe ë-ja. Dhe filluam të çonim shkresa institucionale gjithkohës për të qenë të kujdesshëm, për të ruajtur gjuhën shqipe dhe e di sa e thjeshtë ishte? Menjëherë ju shfaqen 2 kaçurela të mbi krye. Po, absolutisht. Menjëherë. Pra, dua të them që media në fakt e ka përgjegjësinë për ta ruajtur gjuhën shqipe, e ka dashurinë për gjuhën shqipe, por ndodh për shkak të pamundësisë, për shkak të asaj neglizhencës. Asaj neglizhencës që nuk duhet. Pra, mungesës së kujdesit, apo duke qenë se vrapojnë ngjarje mbas ngjarje dhe situatat janë aq të shpejta, redaksit janë ndonjëherë edhe me numër të kufizuar gazetarësh dhe për këtë arsye shumë shpesh ndodh që nuk e kanë kujdesin e duhur ndaj gjuhës shqipe. Mirëpo sapo autoriteti ju dërgoi menjëherë shkresat zyrtare, ne vumre dhe filluam të qeshnim në institucion, sa e thjesht pas ka qenë të rishfaqet ë-ja dhe ç-ja në ekranet tona. Bukur. Është, sipas meje, është më e humbur në Shqipëri se sa në Kosovë ë-ja. Unë do thoya që në Shqipëri kur shkruaj me dikot Shqipërisë nuk përdoret asnjëherë ë-ja. Me të Kosovës realisht përdoret ë-ja. Pse kjo kështu nuk e kuptoj? Tani unë do t'i them një gjë. Ndoshta e kam një çik të tepruar, po Shqipëri
do thosha Republika e Shqipërisë, Republika e Kosovës, se shqiptar jemi të gjithë bashkë. Në fakt, mund të them që ka edhe disa fjalë që pak më parë ishe duke dhënë spotin, edhe po thoje ta përdor ulse apo ta përdor sedilje. Ne në shqiptarët e Shqipërisë e përdorin sedilje. Sedilje, po. Në fakt Shqip është ulse. Ulse është Shqip. Ulse është Shqip. Që e përdorin shqiptarët e Kosovës. Shumë e vërtet. Pra, edhe disa shprehje në Kosovë. Sepse sedilje ne e kemi të huazuar nga italishtja. Pra, disa, ndoshta për shkak se Kosova në historinë e saj, e cila është shumë e freskët, ka dashur ta ruaj fort identitetin shqiptar, e ka ruajtur me fanatizëm gjuhën. Më shumë se sa ne. Më shumë se ne të Shqipërisë. Se dhe farmacisë ne i themi farmaciat e thojnë barnatore. Pra më Shqip është barnatore, besoj. Ka edhe shumë fjalë. Lavazhit i themi ne lavazh, ata e thojnë autolarje. Autolarje. Pra do të thonë janë disa gjëra që i mbajnë më fanatizëm në Kosovë se në Shqipëri. Është shumë e vërtet. Cilat janë prioritetet kryesore të autoritetit media audiovizive dhe apo i përmbush misionin e saj ama për të patur të paktën edhe një media të pavarur dhe kemi shumë detyra. Ka shumë detyra. Kemi shumë detyra për të kryer. Kryesore cilat janë? Kryesore është matja audiencës, përqendrimi i pushtetit mediatik, transparenca e strukturës pronësore, kalimi në digital dividend 2, dhe nuk dua të numëroj më se më duket sikur u ktheva në zyrë. Ka jashtëzakonisht shumë detyra, ne po përpiqemi të përngjajmë apo të jemi të njëjtë si të gjitha autoritetet rregullatore europiane, shumë detyra i kemi përmbushur ndërkohë, të tjera kemi në vijim dhe janë të gjitha këto detyra të cilat i kemi një afat shumë të shpejt. 2026 është, le të themi, afati i fundit ku bia i gogu i famshëm dhe ne duhet i kemi të plotësuara këto detyra pasi janë në udhërrëfyesin e shtetit të së drejtës, pra janë detyra për të përmbushur për integrimin e Shqipërisë, Republikës Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si e shihni gjendjen e mediave audiovizive në Shqipëri dhe në Kosovë sot? Unë mund të them që në fakt duhet vlerësuar media, në përgjithësi njerëzit kanë tentativën që gjithkohës për çdo gjë të fajsojnë median. Unë duke qenë se edhe vetë jam gazetare, kam besimin që media është një pasqyrë, media do t'japi atë që ndodh dhe nuk mund t'i fsheh faktet, nuk mund të fsheh të vërtetat, nuk mund të fsheh gjendjen në cilën është shoqëria dhe nuk mund ta zbukurojë realitetin. Kështu që unë besoj fort që ne kemi një media që pasqyron të vërtetën ashtu siç është. Bukur. Në përgjithësi në Ballkan. Por duhet kemi parasysh, ne bëjmë shumë shpesh sondime të opinionit publik në institucionin ton. Dhe nëse i pyet njerëzit çfarë mendojnë për median, ata thonë media nuk tregon të vërtetën, media ka probleme me besueshmërinë, lajmet nuk janë ato që shprehen në tituj e gjëra të kësaj natyre. Por kur fillon dhe vazhdon i pyet njerëzit nëse ti këtë ke parë më shumë lajme të vërteta në televizion se sa në media sociale apo në website e tjerë, aty njerëzit fillojnë ndahen dhe fillojnë thonë që në fakt televizioni flet më shumë të vërteta se sa të pavërteta që i lexojmë në pjesën tjetër të medias. A mendoni se media në Ballkan është e lirë dhe e pavarur? Dgjoj, nuk është kaq e thjeshtë pavarësia e medias. Pavarësia e medias ndoshta është e pavarur nga politika, por nuk është e pavarur nga ndikime të tjera, siç janë ato të biznesit apo të influencave të tjera të shoqëror. Okej. Si mund të luftohet desinformimi dhe lajmet e rreme në epokën digjitale? Është një luftë globale. Në fakt, unë nuk do t'i referohem asgjë çfarë bëjmë ne, sepse bëjmë shumë pak në këtë drejtim, besoj edhe në Shqipëri dhe Kosovë bëhet diçka po jo mjaftueshëm, por mund t'ju them që jemi në të njëjtën rrugë me atë çka bëjnë autoritetet e tjera rregullatore apo me çka bëjnë shoqëritë e tjera më europiane. Dhe unë mund t'ju them që në fakt dezinformimi luftohet jo duke i mbyllur gojën apo duke mbyllur një portal apo një tjetër, po duke treguar cila është e vërteta. Pra, dhe cila është e vërteta, në fakt është e organizatave të shoqërisë civile, organizatave të gazetarëve, të cilat kanë marrë edhe këtë emrin trusted flaggers ose vërtetues
lajmesh, të cilët në fakt janë aty dhe i tregojnë të gjithë shoqërisë se cili është lajm i vërtet dhe cili jo, dhe arsyen pse nuk është. A ka ama një kontroll mbi median të cilat nuk e respektojnë normat etike apo kulturore apo gjitha këto? E ka të domosdoshme. Të domosdoshme. E ka të domosdoshme. Është një nga detyrat kryesore të punës tonë. Ne jemi vazhdimisht në komunikim me median. Javë për javë dërgohen shkresa të cilat prodhohen qoftë nga Departamenti i Monitorimit dhe Analizës, qoftë edhe nga Këshilli i Ankesave, sa i takon shkeljeve etike, fyerjeve, diskriminimit, përmbajtjeve të ndryshme të dëmshme. Çfarë masash ka ama ndaj një media apo një platforme ku realisht nuk ka etik, nuk ka mesazh të paktën për shoqërinë dhe familjet tona shqiptare. Dhe realisht unë shikoj shumë programe televizive që nuk do doja t'i shikoja me vajzen apo me nënën apo me motrën time. Po, Altin, ka programe televizive, po varet kur i shikon. Nëse i shikon në platformat me pagesë, ka një tjetër qasje regulatore. Nëse i shikon në kanalet e lira... Që do të thotë, nëse paguen, nuk e ka ma mesazhin jo etik? Nëse paguen, aty ke dhe kontrolin prindëror dhe ti e prind dhe nuk e pse i lë fëmijës tënd të shikoj programe me pagesë. Programe me pagesë ka dhe plus 18. Unë nuk besoj që ulesh me fëmijën shikon programe plus 18. Kështu që janë disa gjëra që i ka të paracaktuara legislacioni. Ama nëse bëhet fjalë për kanalet e lira, të cilat fëmia mund t'i shikoj me një antenë të thjeshtë dhe mund t'i shikoj duke ndruar telekomandën e televizorit, në atë moment është përgjegjësia e institucionit nëse nuk merr masa ndaj televizionit përkatës. Në fakt ne në bazë të rregullores dhe ligjit 97/2013 i ndryshuar për median audiovizive në Republikën e Shqipërisë, ne e kemi të përcaktuar se si duhet funksionojmë. Në fillim, shkojmë me tërheqje vëmendje. Dhe sipas rregullores së institucionit, duhet ketë 2 tërheqje vëmendje. Herën e tretë, ndaj të njëjtit program, nëse shikohet që vazhdon po njësoj, institucioni duhet veprojë me gjobë. Me gjobë. Me gjobë. Dhe nuk është fare kënaqësi ta them, pavarësisht se ndoshta njerëzit do të prisnin më shumë gjoba, por nuk është fare kënaqësi ta them që gjatë vitit që lam pas, kemi vënë 46 gjoba. 46 gjoba. Nuk është kënaqësi ta them këtë gjë. Absolutisht gjobat kanë qenë për gjëra të ndryshme, po të vësh 46 gjoba ndaj mediave audiovizive në Shqipëri, unë nuk besoj se është një gjë e mirë dhe nuk besoj tek institucioni i gjobës. Nuk besoj besoj që detyra jonë është të jemi regulator, pra ta ndihmojmë tregun të vetë rregullohet. Unë nuk besoj tek penalitetet. Ndoshta vjen edhe për shkak të formimit tim si një gazetare, por nuk besoj që ty të duhet gjoba për të kuptuar që e ke bërë gabim. Sepse çfarë përmban ligji janë pikërisht parimet deontologjike të fushës së gazetarisë. Janë detyrat kryesore apo ato çka ne i mësojmë si rregulla bazë gjatë formimit tonë profesional. A besoni që ka ndryshuar gazetaria me ardhjen e rrjeteve sociale? Ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë dhe ndoshta po e them për herë të parë atë që ndjej personalisht si Armela që në fakt televizionet po duan të ngjajnë rrjeteve sociale dhe kjo nuk më pëlqen fare. Atëherë, nëse ama e ka kontrollin apo ama nuk ka kontroll. Mundësin jo kontrollin, mundësin për të... Jo, në sensin ama nuk mund të kontrolloj. Ama sigurisht që shqyrton çdo përbajtje dhe i kërkon medias të vetë korrigjohet. Llogari apo jo me pak fjalë? Jo, i kërkon të vetë korrigjohet. Vetë korrigjohet. Nëse nuk vetë korrigjohet, atëherë shkojmë drejt gjobës. Drejt gjobës. Pas i vendoset gjoba, ajo ankimohet brenda institucionit, e merr në shqyrtim bordi i institucionit, i cili është i gjithë një trup e pavarur e zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe përsëri nëse gjoba mbetet në fuqi, media ka të drejtën ta ankimojë në gjykat në të 2 shkallët e saj. Bukur. Mbi
platformat apo rrjetet sociale ka ndonjë kontroll apo ndonjë vetë sugjerim apo si e theti për nga ndikim po ndikim? Jo, sot për sot nuk ka asnjë ato kanë patjetër platformat le të themi video sharing platform, këto platformat e mëdha të shpërndarjes së videove siç është Meta apo X-i apo Instagrami, YouTube-i etj. Të gjitha këto në fakt kanë disa udhëzues rregullore bazë mbi të cilat ata funksionojnë. Që unë do doja shumë që të njëjtat vepronin me të njëjtat standarde si në Bashkimin Evropian të funksionon në Shqipëri. Por në fakt po shikojmë mangësi të mëdha, ndoshta edhe për faktin se gjuha jonë është e veçantë, është një nga degët e vetme të pemës së gjuhëve indo-europiane, e cila nuk ka si motra në rajon. Dhe sigurisht që ne jemi përpjekur si institucion, kemi filluar të gjitha përpjekjet tona për të kontaktuar me platformat e mëdha, për të bërë të mundur që fëmijët e Shqipërisë kur hyn, le të themi në YouTube Kids, të kenë, pra YouTube për fëmijë, të kenë po të njëjtën qasje si fëmijët në Bashkimin Evropian. Pra mos shikojnë tek YouTube fëmijë, mos shikojnë perversitete, por të shikojnë vërtet një le të themi një panoram apo një ambient të dedikuar për fëmijët. Shqipëria tash e ka ndalu ose e ka ndërmend me ndalu TikTokun për një vit, po shkruajnë edhe media zvicerane edhe këtë mediat ndërkombëtare, kjo është diçka shumë e veçantë. Çfarë mendimi keni për këtë? Pas një nënshkrimi dhe marrëveshje që keni bërë me TikTokun? Jo, ne nuk kemi bërë marrëveshje. TikToku ka vendosur një bashkëpunim me institucionin ton për të gjitha, le të themi, për të gjitha përmbajtjet e dëmshme. Altin, të gjithë duhet jemi të ndërgjegjshëm. TikToku është në kufit e perversitetit në Shqipëri. Të paktën në Republikën e Shqipërisë, po besoj e njëjta vlen edhe për shqipfolësit kudo që janë. Sepse përmbajtjet shqip aty janë të një niveli mos o zot. Dhe çfarë mund të them unë, kur janë mbi 60.000 prindër, mes tyre edhe im shoq, që janë shprehur pro mbylljes së TikTokut. Janë shprehur pro në takimet që ndoshta ju të gjithë i keni parë, por duke qenë se jam një nën me fëmijën e vogël 14 vjeçar, mund t'ju them që edhe në shkollën e djalit tim, pavarësisht se nuk ishte media, ishin mbi 300 prindër në Korë që bërtisnin të mbyllet TikToku. Ne kemi parë ngjarje të pafundme aty në platformë, dhe pse ne tentuam fillimisht të vinim një lloj bashkëpunimi me platformën, jo marrëveshje, por një lloj bashkëpunimi. Pse? Për shkak të këtyre gjërave, për shkak të shqetësimit që ndjenim personalisht, jo vetëm si prindër, po edhe si shqiptar. Si mundet ky brez i ri të rritet kështu? Si mundet? A është e njëjta përmbajtje si në Shqipëri dhe në rajone tjera e TikTokut, apo është më afektuar në Shqipëri sa i përket? Nuk e di, nuk mund ta di. Nuk mund ta di. Sigurisht nëse mlidhemi në autoritetet rregullatore, të gjitha ankohen për platforma të ndryshme. Patjetër që ankohen për TikTokun, ankohen për dëgjoja kryetarin e rregullatorit belg që ankoi për X-in, për problemet që kishin hasur me atë platformë, por mund të ankohen për problemet mund të jenë të ndryshme. A mendoni zonja Grasniqi që... Por unë do t'ju them diçka. Gjatë kohës që ne kemi raportuar përmbajtje të dëmshme drejt platformës, sinqerisht kam parë gjëra të pabesueshme, të cilat mi raportonte stafi. Stafi gjërat më thelbësore më ka raportuar. Aty mund të jenë hequr nga platforma në 3 muaj 300 video. Por ndërkohë, stafi mund më ketë raportuar 10 apo 15 raste, të cilat ishin vërtet të shokuar, të tronditur në atë se përdora edhe unë një fjalë të huaj. Pra, ishin vërtet të tronditur për... Pritë gjobën pastaj. Po, vetes. Pra, ishin vërtet të tronditur nga ajo, do të thënë, aty brenda shantazhe, kërcënime,
denigrime, diskreditime të figurës së personit. Dhe kryesisht kemi bërë re në gra dhe vajza edhe më e shtuar gjua kërcënimit dhe shantazhit. Edhe na kemi biseduar shpesh për këtë. Kemi biseduar shumë, kemi kapur disa Pra temë për TikTok-un. jeni në një mendje me mua që vërtet diçka duhet ndryshojë. Unë jam pro mbylljes apo nëse është zgjidhje mbyllja. Nëse nuk është zgjidhje mbyllja me pas një tjetër. Unë nuk besoj se kjo do të jetë afatgjat. Pra, unë besoj që mund të jetë pikërisht siç është të paktën nga qeveria është thënë për të paktën një vit ose për gjatë një viti, do ta shikojmë në dinamik. Nëse të paktën ai sa kemi dëgjuar, sepse nuk kemi pjesë e procesit në vendimarrje, ne jemi institucioni i pavarur, por patjetër të gjithë shqetësimin tonë ne kemi bashkëndarë me Ministrinë e Arsimit, me Ministrinë e Shëndetësisë, me Komisionin e Mediave vetë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Ata i kanë parë pavarësisht se seanca ka qenë live, i kemi kërkuar që të paktën këto video të mos dalin në ekranet e Kuvendit të Shqipërisë. Pra, të gjithë e kemi bashkëndarë këtë shqetësim për nivelin ku gjendet sot platforma. Edhe Amerika ka dashur me ndalu TikTok-un duket, edhe India ka biseduar në qeveri. Diçka, ndoshta problemet kanë qenë të tjera. Ne kemi problemin e përmbajtjeve të TikTok-ut. Nuk kemi as të paktën nga këndvështrimi institucional. Kemi një problem të jashtëzakonshëm për mbajtjet e dëmshme që gjenden në platformë. Ju nuk mund ta besoni dhe unë nuk dua ti ripërsëris atë shembuj çfarë kam parë, por konsumim të drograve, vepra penale, sharje, me nën, me gru, me familje, me vajzë, me gjitha këto janë. Po dhe edhe një nxitje urrejtje të jashtëzakonshme ndërmjet besimeve fetare. Dhe mes Kosovës dhe Shqipërisë. Mes Kosovës dhe Shqipërisë, po mes besimeve fetare. Një nga pasuritë më të çmuara që kemi ne është bashkëjetesa. Bashkëjetesa ndërmjet komuniteteve fetare. Si mund të përçmosh, nuk e di, muslimanët apo katolikët apo ortodoksët dhe faqet që bënin një gjë të tillë mes njëra tjetrës. Shumë gjëra të Unë për vetë jam pro mbylljes, derisa të merret një hap i sigurt. Derisa platforma pikërisht me sa kemi kuptuar kjo është qasja, derisa platforma të reflektojë. Me sa diun në Kinë nuk është kjo qasje dhe ky TikTok që është në Europë apo në Ballkan. Është më ndryshe. Pra përdoret më tepër për mekanizma të tjera, tregtie dhe biznesi dhe ku diun gjitha këto. Megjithatë, përveç TikTokut që është bërë një hap i dur dhe jam pro mbylljes edhe pse e kam një TikTok shumë të ndjekur, le të mbyllet o vllanë në fundit, se janë ca njerëz që ma shpivin me TikTok, me rrjetet sociale kur i shikoj. Ndoshta do të jetë kjo faza e pastrimit të platformës. Absolutisht. Kjo do ishte më ideale, në fakt që të pastrohet secili person që nxjerr diçka. Nëse do të ndodhte, sigurisht rastet janë, shiko, asnjëherë një gjë nuk mund të pastrohet 100%. Domethënë, puritanizmi ka kohë që ka vdekur edhe si ideologji. Megjithatë, të minimizojmë ato fenomene kaq shqetësuese, ato fenomene të cilat po ndikojnë tmerrsisht shumë rënd në zhvillimin psikomotor të fëmijëve tanë. Po arritëm këtë, besoj që kemi arritur një fitore. Folim për rrjetet sociale, tash një teknologji e re që përdoret shumë është inteligjenca artificiale. A besoni që inteligjenca artificiale do të ndikojë gazetarinë tradicionale? Tani, në fakt, duke qenë se jam shumë e lidhur me gjitha zhvillimet edhe gjitha direktivat që dalin në Bashkimin Evropian, kemi bërë që është duke u hartuar edhe një direktive re lidhur me inteligjencën artificiale. Edhe në këtë rast do t'i kërkohet platformave ta identifikojnë. Pra të thonë që kjo video është e bërë me inteligjencë artificiale. Nëse ti hyn sot, do duhet që ta fusësh ta marrësh atë video, ta fusësh në programe të ndryshme dhe të kuptosh nëse është e prodhuar nga inteligjenca artificiale apo nga njeriu, le të themi. Në fakt,
Nëse do të ketë një zhvillim të tillë, do të jetë më e thjeshtë edhe për njerëzit për të kuptuar që nëse kjo gjëja ka ndodhur vërtet apo është thjesht një punë krijuese le të themi e dikujt. Ndërsa sa i takon gazetarisë, unë besoj që asnjëherë nuk mundet që roboti të mundi njeriu. Është e pamundur. Do të jetë gjithmonë Njeriu ka bërë robotin pak. do të jetë gjithmonë njeriu ai që do të shtyjë përpara zhvillimin. Bukur, përveç rrjeteve sociale, TikTok-u, gjitha këto, Zonja Krasniqi, për mua janë disa emisione televizive të prodhuara në vendet tona që realisht nuk janë as etik, as që t'japin mesazh për familjen, as për shoqërinë. Ma merr mendja në këto momente që po them ti e din se kush të paktën në ndonjë emision televiziv në Shqipëri apo në Kosovë, disa që jepen edhe në orë të vona në fakt, me shprehje banale, me takime pa lidhje, me puthje dhe me përputhje në gjitha anet e këto gjëra. A ka ndikim për një kontroll më detajueshëm apo jo ama në këtë raste për shembull? Ama është gjithmonë në kontakt të vazhdueshëm me çdo televizion për çdo lloj përmbajtje që nga institucioni apo dhe nga ligji dhe nga rregulloret, nga kodi i transmetimit që është një akt nënligjor, duket, domethënë jo duket, por verifikohet që është në shkelje të tyre. Okej, bukur. Një tjetër pyetje, ju vetë jeni kom gazetare, domethënë keni fitur si gazetare. Si filloi rrugtimi juaj në gazetari dhe në media? Ta them? Unë kam filluar të punoj vërtet shumë herët. Okej, jam gjendur në mjediset e Radio Tiranës, që në moshën 10 vjeçare. Po, shkruaja poezi në atë kohë. Dhe sigurisht ishte një kënaqësi të hyje në Radio Tirana në ato vite, unë flas para se të binte sistemi, vitet e fundit para se të binte sistemi. Dhe patjetër që ishte një kënaqësi, për shkak të zërit tim të mirë, u vendos që unë të isha çdo javë në mikrofonin e Radio Tiranës për të interpretuar poezitë e fëmijëve, të cilët shkruanin në ato vite. Dhe unë përveç poezive të mia, lexoja edhe poezi të shumë fëmijëve nga gjithë Shqipëria, nga gjithë Republika e Shqipërisë, të cilët dërgonin përmes postës, atëherë kanë qenë zarfa, i hapje me letra. Ka qenë një gjë shumë e bukur, vërtet e kujtoj me shumë kënaqësi. Më pas kam vazhduar po në Radio Tirana si gazetare e jashtme, pavarësisht se mund isha një moshë të vogël, 14-15 vjeçare, filloja emisione në orën 7 mëngjesit, 6:30 mëngjesit, varet nga koha, nga viti, dhe më pas vazhdoja, më ndodhte deri në 12:30 drekës, pavarësisht se duhet isha në shkollë, por dhe më pas në televizionin publik shqiptar, në Shiak Televizion, ndërkohë që isha ende studente, vazhdoja, le të them, ka qenë një periudhë që kam pas 3 punësim. Merja 3 paga të ndryshme, 3 honorare të ndryshme. Dhe merja një pag në Radio Tirana, një pag në Shiak Televizion dhe një pag në RTS. Flasim për honorare, sepse unë isha në një moshë të vogël, le themi 18-19 vjeçare, dhe merja honorare në 3 vende të ndryshme. Dhe më pas kam vazhduar, gjatë kohës së gjimnazit, kam botuar edhe libra me poezi, pasi kam qenë vërtet shumë më mbushte poezia dhe kam dashur shumë poezinë. Dhe nuk di, ç'tu t'rregoj, më pas pasi u diplomova në Universitetin e Tiranës në degën e gazetarisë si gazetare, vazhdova punë në televizionin publik shqiptar, fillimisht si reportere, kam filluar nga kronikat e abetares deri tek politika, edhe ekonomi kam bërë, gjithçka, çka kishte nevojë redaksia do t'i bëja të gjitha. Më pas u bëra drejtoresh e departamentit të lajmeve në televizionin publik shqiptar. Atë vazhdoj, mos u lodha. Vazhdo se po çen kjo histori. Jo, se po ju shoh. Jo. Mos ndoshta e prova. Jo, se realisht ky zëri jot s'na le për të mërzitur. Faleminderit. Pas kanë patur drejt ata qysh të vogël që të kanë marrë. Dhe në fakt duke qenë që reportere, unë kisha reportazhet e mia, kisha emisionet e mia, kam drejtuar emisionet si autore, por edhe si moderator
moderatore, kam qenë speaker e lajmesh, të njëjtën gjë si në gjatë kohës kur isha studente në Shijak Televizion, të njëjtën gjë dhe në televizionin publik shqiptar kur mbarova universitetin, që dhe u emërova, le të themi, përfundimisht aty, ndërkohë më pas kam lëvizur edhe në vende të tjera. Kështu që kam punuar gjithandej nga të gjitha anët e medaljes, edhe në marrëdhënie publike, edhe në gazetari. Dhe le të themi që e njoh në fakt këtë sferën e komunikimit. Cilën punë tani e mban më shumë mend apo ke më tepër nostalgji për një të kaluar që ke patur në punë diku? Nuk e di, kalon një përshtypje të mirë që të mungon, që ke thënë kam kaluar mirë. Altin, unë do të jem shumë e sinqert. Mua çdo gjë më shijon. Çdo punë që bëj më pëlqen. Dhe ndoshta prandaj nuk e ndiej edhe si punë. Dhe nëse më pyesin na u lodhe, them, çfarë është kjo lodhja? Domethënë nuk është lodhja për mua. Mua të gjitha punët që kam kryer, i kam kryer me shumë dëshirë. Në fakt, kur u emërova si drejtore e përgjithshme e Agjencisë Telegrafike Shqiptare, e mora pak me dyshim, të jem e sinqert fare. Thash një gjë që nuk e di, nuk më mendova që ndoshta s'ishte për mua, ndoshta po bëja car hapa pas, ndoshta. Dhe okej, vajta, mund të them që e kam shijuar. Kemi bërë bashkë me kolegët sa asgjë s'bëhet vetëm. Gjithë ato punë të bukura, e ringritëm, e modernizuam, i dham një fytyrë tjetër, e bëm më europiane, e ngjitëm lart, filluam t'i jepnim të gjithë së bashku, se e them asnjë gjë s'bëhet vetëm. Arrita të zgjidhesha deri tek bordi europian i agjensive të lajmeve, një bord që përbëhej vetëm nga 4 veta, dhe aty ishte edhe një përfaqësi nga Ballkani, pastaj nga Shqipëria, që nuk parandodhte përgjithsisht, zgjidheshin vetëm nga Europa qendrore dhe veriore. Dhe sigurisht ishte aq më tepër dhe një grua, dhe ky element duhet theksuar. Dhe sigurisht që e kam shijuar. E kemi shijuar, besoj, bashkë me kolegët e Agjencisë Telegrafike, të gjithë bashkë, të gjithë rrugtimin tim aty së bashku. Çfarë këshille keni për krejt studentët e gazetarisë që dojnë me pas sukses në këtë drejtim? Nëse e duan profesionin, le të vijojnë. Nëse nuk e duan, shikojnë diçka tjetër. Pra, po nuk e deshe dhe po nuk e ke pasion, nuk ke sukses. Nuk të ndodh të kesh sukses. Absolutisht jo, nëse se ke pasion, nuk e Një dëshiron. gjë, nëse një profesion, nëse nuk e do, më mirë harroja. Po. Mos e bëj për faktor të tjerë, për mamin, për babin, për famën, jo. Nëse nuk e dashuron atë punë, lëre fare. Tash shiko, më hapur. shiko tash. Unë po dëgjoj se qysh në moshën 10 vjeçare. Mirë, jo të gjithë mund ta kenë këtë lloj mundësie, patjetër. Për mua ishte krejt rastësisht. Krejt rastësisht. Për shkak se shkruaja, isha në një redaksi ku doja të ato revistat e para Pionieri që kanë qenë atë kohë, ka qenë Adelina Mamashi, një shkrimtare shumë e njohur për fëmijë, e cila donte të publikonte në revistë disa poezi të mia, do të thotë dhe Altin, ka qenë edhe lodhje për babain tim, i cili çdo të hinte më merrte për dorë dhe më çonte në Radio Tirana që unë të regjistroja emisionet. Edhe mund t'ju them diçka. Teknologjia ju nuk e imagjinoni dot se çfarë ndryshimi rrënjësor ka sjellë në media. Unë e mbaj mend Radio Tiranën dhe i quanim tepsi, sepse kanë qenë ato shiritat, bobinat e mëdha, ja, kaq sa i bëj unë krah, vërtet si një tepsi, sikur çoje tavën në furrë. Si kjo këtu? Më të mëdha, më të mirë. Okej, kjo është në miniaturë, po kanë qenë vërtet ashtu që regjistroheshin me shirit, ndërkohë që sot ka një domethënë edhe me telefon, me diktofon të vegjël, gjithçka. Pra, ka ndryshuar jashtëzakonisht. Po mirë, përveç punës, suksesit, gjitha këto angazhime, gjithë jetën tonë dhe private, apo ku shijon me shëtit, ku del, ku bredh, ku sillesh, ku e kalon kohën tënde të lirë më tepër për shembull, se të shoh vetëm punë, atje në punë, këtu në punë, për veta, gjen kohën ndonjëherë për veten tënde. Edhe burrin në punë kam gjetur. Edhe atë ke gjetur në punë.
Po, për te shakas, unë kam 2 djemë të mrekullueshëm, mi ka falur Zoti. I pa çme jetë. Faleminderit, një që mbush për pak 21 vjeç dhe tjetri 14 sa po i kam mbushur, edhe mjafton të jem me ta. Nuk ka rëndësi se ku jam. Okej. Nuk ka rëndësi fare. Nuk na duhet në i vend shumë i shtrenjtë apo në i vend shumë i bukur për ta shijuar. Por realisht nëse të vendosësh për drekuar apo darkuar apo për të bërë një shëtitje, ku do doje? Në fshatrat e Tiranës, në Përmet, Vetëm brenda Shqipërisë kam në Valbon, po, ne e shijojmë shumë Shqipërinë. Po. Dhe nuk jemi vetëm, jemi disa familje që bëjmë të njëjtën gjë dhe mblidhemi të gjithë bashk për ta shijuar Shqipërinë. Por jo vetëm në Shqipëri, edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë. Ku në Kosovë do thuash ti? Po ka sa thuash vende. Mjafton t'ju them bogën dhe ju do thoni okay, por jo vetëm kaq, do të tregoj ca restorante të mira andej. Ka pafund. Dhe kulinaria ose kuzhina, le ta themi kështu, arti edhe atje është fantastik. Absolutisht. Fantastik. Unë sigurisht duke qenë se mbaj mbi emrin e një shkrimtari të Kosovës, Sulejman Kresnishit, i cili gjithkohës sa ishte gjallë fliste për Kosovën, për fëmijërinë, aty ku ishte rritur, dhe sigur jemi mbushur pak me këtë le të themi dashurinë e tij për Kosovën. Megjithatë, pavarësisht kësaj përkatësie që kam unë personalisht edhe fëmijët e mi me Kosovën, unë mund të them që nëse dikur shikoje në kufi, në dogan të Morinës, vetëm ardhje, tani situata është krejt ndryshe. Ka ndryshuar. Shikon, vajtje sa të duash. Po, ke kolon që thonë, ke kolon pra radh pafund për të shkuar dhe për të shijuar një fundjavë në Kosovë. Kryesisht patjetër në ato zonat Brezovic apo këtej nga Boga. Bukur, tash me qenë se jemi në show, tani në show jemi. Ne kemi lëshuar në Shqipëri themi, si themi, na fola, si themi ne. Makinën kur elshon na fole? Afolio. Afolio, Nuk është shqip ajo, po. Po se ditë se është po. Në Kosovë thonë në ler. Fjala gjermane. Lere pra. Në ler. Është. Okej. Si është gazetare tani kryetare autoritetit media audiovizive? Kush është një gazetar që të pëlqen më së shumti sot në Kosovë apo në Shqipëri, në trevat shqiptare? Po marr parasysh një gazetar që ti thua vërtet kam dëshirë ta dëgjoj apo ta shikoj kur prezanton apo kur del në media apo në skenë. Shiko, që mos hynë konflikt interesi me gjithë miqtë e mi që kam në Shqipëri, në Republikën e Shqipërisë, unë do të them një zotëri që drejton një emision Oksigjen në Kosovë. Besindina, pra? Nuk e di emrin. Por, sa herë më del përpara, unë daloj dhe e shikon. E shikon Besindina. Po, e shikon. Bukur. Është gazetar shumë i mirë. Më pëlqen sarkazma dhe autoironia shumë shpesh. Janë vlera të një mendje të mençur. Bukur. Absolutisht. Si kryetare e autoritetit media audiovizive, muzikën besoj e dëgjoni? Apo jo? Jo. Jo? Nuk para dëgjoj shumë muzikë. Nuk e dëgjon. Jo, nuk e di pse muzika dhe filmat kanë qenë le të themi e dyta. Gjithmonë ka qenë libri ose këto emisionet, debatet e gjërat, pastaj vinin muzika dhe filmat. Nuk jam shumë e njohur, shumë familjare me emra të ndryshëm. Do më thonë ti nëse i shikon këtu në skenë këngëtarët e estradës shqiptare ti nuk i njeh? Të gjithë i njoh. Të gjithë i njeh? Të gjithë i njoh. Mund ngatroj të emrat, po mbaj mend çfarë kanë figurën. Po, me figurën kam lidhje. Okej, kështu këngët si audin? Jo të gjitha. Jo të gjitha. Nuk keni këngëtarë të preferuar që ti dëgjon? Jo. Unë kam këngë të preferuara. Por nuk kam këngëtar të preferuar. Kënga jote e preferuar cila është? Shqiptare thua. Shqiptare. Po lëre tani mund na fut në hall me artistët. Po ka këngëtar shumë të mirë shqiptar, duke nisur nga Alban Skënderaj, nuk di tani, Marcela Qipuka, jo, ka emra vërtet mirë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Dëgjoj më kënaqësi Dafina Zeqirin, apo, nuk di, më pëlqejnë, tani, ndonjëherë më vën
fëmijët të dëgjojnë Noizin, Strejsin, Tajnën, po tani pjesë janë edhe këta patjetër, sigurisht janë më shumë të dëgjuar tek brezi i ri, por edhe ne patjetër i dëgjojmë. Po të kishit fuqinë për ta ndërprerë një fenomen në televizion, do ishte debati politik, një reality show apo reklamat, që s'do i pëlqeje? E di çfarë, unë jam kundër ndalimeve. Jam kundër ndalimeve. Po një nga këto ndoshta se pëlqen, cila nuk do... Jo, Altin, jo. Unë jam për rregullim, nuk jam për ndalim. Okej. Unë jam kundër ndalimeve, sidomos të ndërpresësh një emision. Pse? Mund të reflektoj, mund të përmirësohet. Pse duhet ta ndërpresësh? Nuk besoj unë shumë këtë ndalimet. Altin, e di çam kujtojnë ndalimet mua, atë epokën e atëhershme, atë epokën e atëhershme, ku njerëzit, pavarësisht ndalimeve, dhe ne të dy ndoshta e kemi jetuar, po unë pak më shumë se ty, që gjenin ato antenat, grupet e famshme, me një letër alumini dhe gjenin, shikonin se si mund të kapnin, televizionet italiane të paktën në kryeqytet. E këto në fakt janë disa pyetje pak si me djegës apo si me thonë, jo, po do ishte me zgjedh njërin, po, me zgjedh njërin nga këto. A ju ka ndodhur të ndëshkoni që thej po 46 gjoba, por cila ka qenë gjoba më lartë që keni vënë si... Gjobat më të larta kemi vënë për pirateri. Ka qenë një subjekt i cili ka arritur të marrë deri në 220 milion lekë ose 220.000 euro për pirateri. Sa? Nuk ishte dorë. Okej. Nuk ishte dorë. Dhe si Në ndodhën... pirateri, po në fakt nëse kryen pirateri, ligje e parashe, pirateri televizive, pra të marrë nga xhepi jot, më fal, po është vjedhje. Po, patjetër. Se ne i vëm këtë emrin e bukur pirateri për shkak të legjislacionit, po në fakt ajo është vjedhje. Tamam vjedhje. I ke hyrë tjetrit në xhep. Absolutisht. Dhe gjobat janë nga 10.000, po i konvertojmë me euro, 1 është me lekun, po nga 10.000 euro, 20.000 euro, dhe nëse ti je pa dokumentacion fare, le të themi, në atë moment shkon dhe 50.000 euro një gjob. Cila është ankesa më e çuditshme që ka marrë Ama nga njerëz shikuesit? Po, ka ankesa që... Cila është më e çuditshme që të ka ngel në kokë? A mund të na thuash apo jo? Vjojnë ankesa, ka nga më të lezetshme, që thonë për shembull, filan politikan nuk dua ta shoh, pse e la Ama dali. Ka ankesa nga më të çuditshme dhe personi përkatës që përgjigjet në institucion, thot, patjetër çdo njeri ka drejtën e tij të dalë të bëj politik. Jo, po s'jam dakord. Po më dakord, ti si dakord, po ka plot që janë dakord. Se durojnë dot një politikan dhe ka të tjerë që e duan pa mirë. Po, patjetër. Ama pse ka njerëz që shkojnë deri në atë grad në thirr Ramën më thonë që kjo është e bukur e lirisë, që edhe mund të ankohen pranë institucionit dhe ne e marrim patjetër me të qeshur. Absolutisht. Marash. Në vitin e kaluar Zvicra ka fituar Eurovisionin, e tash si vjet ka më kanë Eurovision Song Contest këtu në Zvicër. Me me fitu Shqipnia, a e kanë infrastrukturë ta mujnë me bo këtë event edhe Shqipëria, me fitu Evropën me bo këtë Eurovision? Unë besoj që po. Pastaj në Shqipëri ka një gjë. Mjafton të ekzistoj vullneti. Edhe nëse unë besoj që çdo shqiptar do kontribonte sa do pak që Eurovisioni të bëjë në Shqipëri. Por ne po kemi mundësi me prit liderët e NATO-s në 2027 në vllaz, po jo tani. Kur? Do të kemi përsëri një summit të rëndësishëm në 14 o 16 maj, mos gaboj? Ashtu? Po. Jo në 2027 që kemi... Do vinë në 27 në shnato, tani në mos gaboj në data me të lexuar për gazeta online e kam lexuar, po di që është një event shumë i madh, do vinë përsëri liderët e Europës. Desha ti përgjigjem Marashi që Shqipëria në këtë aspekt nuk dorëzohet. Jo. E kemi një artist. Aq më tepër ne mikpritjen të gjithë si popull, shqiptarët kudo që janë, e kemi një nga vlerat me cilën edhe krenohemi. Dhe sidomos e kemi një artist që drejton shtetin tonë dhe ai njeh artin shumë mirë dhe duke njohur artin shumë bukur, Shqipëria është shumë e mikpritur dhe e madhe për të bërë gjëra të mëdha. Ke filluar të imitosh Altin, kryeministrin tonë. Ramën e kam imituar qysh në Alpazarun edhe dua shumë si person fakt. Karakterin e tij. Marash, ke diçka? Ka ndonjë projekt që punoni momentalisht që mundi më nda me neve, ju si Ama ose...
Në fakt, projekt aktualisht në këto momente që flasim, ne kemi hyrë në periudhën, le të themi, parazgjedhore. Dhe institucioni i lë të gjitha dhe angazhohet i gjithi për të ndihmuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me monitorimin e zgjedhjeve. Në Kosovë është periudha më e rëndësishme dhe më vërtet që institucioni punon 24/7. Okej. Nuk e di tash se si është ndikimi amës në ditën e heshtjes zgjedhore. Në fakt në Kosovë ka qenë një ditë para zgjedhjeve, një ditë heshtje zgjedhore, por nuk është më. Pra në Kosovë nuk është më, jo. Se ka ligji. Nuk e ka ligji më. Dakor, në Shqipëri funksionon akoma. Ne ka, po, patjetër, e ka. Në qoftë se dikush i shkelet, çfarë ndodh? Shkelet, atëherë institucioni nuk bën asgjë. Nuk bën asgjë. Thjesht e raporton në KQZ. Pra, në periudhë zgjedhore, është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, i cili ose gjithë KQZ-ja, se ne KQZ e njohim, janë ata që marrin vendime. Me komisionet e ndryshme rregullatore që kanë në përbërjen e tyre. Pra nuk është fare ama, nuk ka asnjë mundësi për të vendosur lidhur me zgjedhjet gjithmonë. Po. Lidhur me zgjedhjet të vendosë gjoba. Bukur. Si funksionon ama? Tashi në këto momente që flasim, s'di sa televizione janë private në Shqipëri dhe radio dhe gjitha. Janë 18 televizione të cilat shifen në të gjithë vendin. 18. Plus dhe radio kemi, plus dhe... Radio kombëtare janë 4. Atëherë, sa monitorus ka ama që i monitoron dhe a monitorohen non-stop? Atëherë. Apo vetëm presin nga denonësimet? Shiko, ne themi janë 18 kombëtare. Por llogarit 18 që shihen në gjithë vendin, por licencën kombëtare kanë vetëm 3 prej tyre. Por është edhe televizioni publik i cili ka në përbërje të vet dhe 14 kanale të tjera. Dhe secila nga licencat kombëtare ka edhe disa kanale të tjera. Kështu që në studion regjistruese të institucionit ton mbërin 48 sinjale, 48 kanale për të parë çdo ditë. Sigurisht është e pamundur që një ekip aq i vogël sa jemi dhe sikur të kesh të gjithë mundësinë, nuk strukturat kaq janë. Nuk asnjëherë as në Itali, as në Belgjik, as në Zvicër, as ku të doni juve, nuk ka një njeri për një kanal dhe është e pamundur. Por sigurisht ne kemi një departament të monitorimit dhe analizës, i cili është i përbërë prej tashmë, le të themi prej 2 vjetësh, prej 10 vetësh, 10 vetësh plus drejtori 11 vetë, të cilët sigurisht monitorojnë ato që kanë, le të themi, sipas perceptimit, pasi ne nuk e dim, edhe shikueshmërinë më të madhe. Por ne nuk kemi matje të audiencës, pra nuk kemi matje të shikueshmërisë që të dim saktësisht se kush ka çfarë, por mbas të një perceptimi, le të themi, publik, ne monitorojmë këto kryesisht. Por jo se të tjerët mbeten jashtë vëmendjes. Me periudha të caktuara, monitorimet bëhen me kampione. Një periudhë monitorohen radiot, një periudhë monitorohen radiot lokale, një periudhë radiot kombëtare, një periudhë monitorohen televizionet lokale, një periudhë, ndërkohë që ka disa të tjera, sipas licencës, le të themi, ato kombëtare që monitorohen për ditë çdo ditë të vitit. Ndërkohë që të tjerat janë me kampion. Por ne kemi dhe një strukturë e cila në fakt është jashtë statusit të nënpunësit civil, pra është e bashkangjitur në AMA, por vepron si e pavarur, është Këshilli i Ankesave, një strukturë të cilën e zgjedh bordi i institucionit dhe patjetër ajo merr për ditë. Kjo strukturë merr për ditë ankesa nga institucione, nga organizata qeveritare, por edhe nga individ të ndryshëm. Kjo strukturë del me vendimarrje të vetën. Pra, nuk është e nevojshme që të mblidhet, nuk di, ekipi në AMA që të diskutojë se çfarë do të ndodhi me këtë apo me atë përmbajtje që kanë raportuar. Ajo strukturë është tërësisht e pavarur, ka një mandat 3 vjeçar, zgjidhet nga bordi dhe ata vendosin vetë se nëse do të shkohet me tërheqje vëmendje, nëse do të shkohet me gjobë, nëse do të ketë nevojë për ballafaqim dhe ka procedura. Pra ajo strukturë vendos vetë. Pra
edhe në momentin që ndoshta një përmbajtje të dëmshme apo një përmbajtje jo të duhur, ne nuk e kap dot pjesa e monitorimit, do të jenë qytetarët ata të cilët raportojnë pranamës. Dhe Altin më lër ta them edhe këtë se mua vërtet për këtë gjë më vjen mirë që nëse kur e ka marrë institucionin, 80% e ankesave vinin nga institucionet, sot raporti është përmbysur. Të paktën vitin që lam pas, 76% e ankesave kanë ardhur nga qytetarët. Dhe mua kjo shifër vërtet më bën të ndjehem mirë. Pasi nëse qytetarët reagojnë, do thotë që ata kanë një vetdije dhe do thotë që janë të edukuar mjaftueshëm për t'u qasur institucionit, po kanë edhe besim te institucioni. Janë të edukuar mjaftueshëm për të ditur se çfarë duhet shohi fëmia i tyre dhe kur duhet ta shohi, por po ashtu kanë besim te institucioni që do të veprojë dhe ata ankohen. Dhe ankesën e bëjnë pa ndonjë interes siç e bëjnë patjetër, ata ankohen në moment pasi e shohin diçka. Do thotë, le të themi nëse ka një ankesë për një emision apo një tjetër, këto emisionet më të shikueshme, patjetër kur ka një debat të fortë, është një fjalë jo e pëlqyeshme brenda, një fjalë që sigurisht ka lidhje me diskriminimin, për shembull, qoftë racor, qoftë gjinor, menjëherë janë qytetarët dhe e di çfarë Altin, është shumë e çuditshme. Për një gjë na ka ndodhur, për një gjë që mund të ketë ndodhur në një nga televizionet ose në një nga debatet e mbrëmjes apo në një nga emisionet e realitetit, nuk na vjen një ankesë. Mund të vinë 70 ankesa në ditë për të njëjtën gjë. Sigurisht ato numërojnë si një ankesë vetme, por dua t'ju them si funksionon. Pra, qytetarët janë të gatshëm dhe të menjëhershëm për të reaguar. Një lloj kontributi që i jashtëzakonshëm, unë e vlerësoj, sepse vetdia qytetare dhe edukimi që qytetari duhet ketë për ne na ndihmon shumë në punën tonë, po dhe përmirëson patjetër ambientin mediatik, le të themi kështu. Shumë bukur. Si e shihni të ardhmen gazetarisë në Shqipëri edhe në Kosovë? Po unë jam optimiste nga natyra dhe besoj që sa vjen dhe bëhet më mirë. Ka shumë njerëz që thonë fakt që sa vjen dhe bëhet më keq. Por unë nuk besoj kështu. Unë besoj që në fakt media duhet jetë e lirë në veprimtarinë e saj dhe besoj që vit pas viti edhe ky presioni që e rrethon nga le të themi nga gjithë ambienti mediatik në rrjetet sociale, në platformat e shpërndarjes së videove, besoj që kur i thua media duhet bëjmë atë që ndoshta nuk e bëm që në kryet herës, marrëveshjen e fjalës, kë quaj media. Sepse sipas direktiva europiane, media quhen të tëra, duke përfshirë edhe rrjetet sociale, që ne i flasim me rrjetet sociale, po në fakt në vetvete njihen si media dhe legjislacioni europian i njeh si media. Por unë besoj që patjetër më mirë. Ashtu siç zhvillohemi të gjithë, rritemi dal nga dal, piqemi dal nga dal, të gjithë do ta kalojnë këtë proces edhe media vet. Aq më tepër në Shqipëri, ju e kuptoni, mbas viteve 90 ka qenë një media e dobët, ose më saktë filloi të jepte ato kampionet e parë apo ato televizionet e para diku rreth viteve 98. Dhe ishte një media shumë e brisht, shumë, domethënë që mund të thyej shpejt, por luftarake, ka qenë shumë luftarake dhe besoj që nuk e di, jam pozitive gjithkohës për median. Ndoshta jam pozitive se jam vetë një gazetare dhe nuk dua që asnjëherë që ky profesioni ynë kaq i rëndësishëm, media si një pushtet i katërt, do të jetë gjithmonë aty për të bërë atë balancën e pushteteve. Shumë bukur. Të falenderoj shumë zonja Krasniqi për Të falenderoj dhe unë dhe e shijova këtë bisedë. Pjesëmarrjen tënde në Folship Show, ishte kënaqësi për neve dhe realisht dua edhe një herë të falenderoj për kontributin, sepse të njëjtën linjë dhe të njëjtën punë mundohemi edhe ne ta bëjmë në diasporë të paktën, se ka nevojë shumë dhe diaspora, sidomos për rubrikën tonë Mëso Shqip dhe Fol Shqip.
Kështu që bravo, respekt për punën që po bëni. Altin, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për faktin që ishe ndër të parët, por dhe gazetarët të tjerë në Shqipëri, po ishe ndër të parët që e vlerësove këtë iniciativë të institucionit tonë, këtë nismë, dhe e përvetsove dhe the, jo, unë do kontriboj, ma aq mundësi sa kam, do t'u nxjerr shqiptarëve në diasporë që të përdorin dhe ta flasin gjuhën shqipe. Dhe unë të falenderoj patjetër për këtë kontribut që jep personalisht gjuhës shqipe. Edhe unë të falenderoj ty, sepse po mos kisha ardhur ideja jote, s'do kisha pas mundësinë që ta tregoj unë tek shikuesit tanë, por realisht është kontribut vërtet i madh, paktën për shqiptarët edhe në trojët tona, por në diasporë i domosdoshëm. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e madhe që të kishim sot në Folship Show. Momenti dhe mesazhi i fundit nëse ke dëshirë për të falendëruar dikën nga sipas dëshirës stafit apo dëshirës familjes apo këtë do ti, është një mesazh përmbyllës. Absolutisht, është një kënaqësi e jashtëzakonshme të jesh në shtëpinë e diasporës. Ftoj të gjithë të bëjmë pjesë e kësaj shtëpie. Shumë faleminderit, Zonja Krasniqi, faleminderit shumë edhe një herë. Marash, faleminderit shumë, jemi në fund të minutazhës. Jonas, tanke filmall, stafi, tanke filmall, ju falenderoj shumë, deri javën tjetër. Më po që keni. Natën e mirë.